Një sulm me thik ka tronditur veriun e Londrës, ku 2 persona hebrej mbeten të plagosur në një ngjarje që po hetohet si akt terrorist me motive antisemitike. Sipas policisë britanike, sulmi ndodhi në zonën Golders Green, e njohur për komunitetin e saj hebre. Një burr u pa duke vrapuar në rrugë me thik, duke tentuar të sulmonte persona që i përkisnin këtij komuniteti. Ai u ndalua fillimisht nga anëtarë të një grupi lokal sigurie dhe më pas u arrestua nga policia. Autoritetet bëjnë të ditur se 2 viktimat, një në të 70-tat dhe një tjetër në të 30-tat, ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Kryeministri britanik Keir Starmer e cilësoi ngjarjen si plotësisht të tmerrshme, duke dënuar ashpër dhunën me bazë urrejtjeje. Ndërkohë, kryerabini i Britanisë, Efraim Mirvis, kërkoi masa konkrete nga qeveria për të luftuar antisemitizmin. Reagime ka pasur edhe nga Izraeli, ku presidenti Isaac Herzog theksoi se situata është bërë e rrezikshme për hebrejt që jetojnë në Londër. Ky sulm vjen në një kohë kur numri i incidenteve antisemitike është rritur ndjeshëm në mbar botën, veçanërisht pas luftës në Gaza që nisi në tetor të vitit 2023. Në javët e fundit, Londra ka përjetuar një seri sulmesh ndaj objekteve të lidhura me komunitetin hebre, përfshirë tentativa për zjarrvënie në sinagoga dhe djegje të ambulancave. Policia ka arrestuar 10 persona dhe po heton lidhje të mundshme me grupe të mbështetura nga Irani. Autoritetet britanike paralajmërojnë se këto zhvillime përbën një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare, ndërsa hetimet për sulmin e fundit vijojnë.